Të nderuar mysafir, dashamirë të librit, familjarë e miq të Palit, mirë se keni ardhur në promovimin e librit Faji i Ëndrrës, të cilin autori nga sot dëgjuan një festë të gjithë lexuesve. Me kënaqësi shumë të madhe do ta ftoja për një fjalë rasti drejtoreshën e bibliotekës Sivzi Sulejmani, Naime Beqiraj. Sot kemi mbledhur të përrojmë librin e shpresojmë se një ditë jo të largët të mblidhemi për të diskutuar pasi të kemi shkuar librit deri në fund, sepse të liqen promovime, jo të gjithë kemi lexuar librin, ose e kanë lexuar librin. Urime parë, në dëshirën që tjetër biblioteka jote të vazhdoj me publikime të tjera. Faleminderit drejtoresh, tani e ftoj redaktorin e librit, profesorin e Universitetit të Prishtinës, profesorin Anton Garishaj. Vërtet, ky libër nuk është thjesht një memoar, një kujtim, një libër kujtimesh politike, është një, do të thosha një libër që i përfshin në vete shumë modele strukturore, zhanrore. Në aspektin kulturor është një ftesë e vazhdueshme që ti e rivizitohet dhe reflektohet të gjitha nocionet e mundshme dhe nocionet identitare, kulturore. Faleminderit profesor Berishaj, tani do ta përcjellim fjalën e poetit dhe publicistit Halil Matoshi. Që libri i Palit Faji i Ëndrrës është një libër që i kontribon historisë të jetë Kosovës, ku çdo të marrë me historinë me një qasje kritike, jo që shimi mësu me marrë gjithçka me bindje dhe besim, sepse Pali nuk beson, Pali dyshon. Pali nuk i merr të vërtetat e gatshme, ai konteston. Pali nuk e thot vërtetën përfundimtare, ai debaton. Ky është libri i Palshtufit, ju ftoj që ta lexoni edhe me një përshëndetje me kaq po e mbaroj në fjalën time, Faleminderit zotri Matoshi, kurse tani e ftojmë shkrimtarin Dueukaj, njëri nga personazhet që ka insistuar më së shumti që ky libër të shkruhet. Këto rrëfime, të cilat janë përmbledhur në këtë libër, janë kurorëzimi një pune shumë të hyjshme të autorit tashmë mirënjohur Palshtufit. Dhe ajo që dua të theksoj në këtë rast është se këto rrëfime e kam një lloj bashkëfaqësie, që kur i kam dëgjuar për herë të parë, nuk më i mend kur, mbase pral një dekadë gjys, jam josh për tyre, për sinqeritetit dhe edukatës me cilin Pali i rindërtonte rrëfimet për rinin e tij, burgun, romancat, jetën dramatike e politike. Dhe vërtet i kam dëgjuar në çaste të ndryshme, kur Pali ishte në gëzim e kur e mbulonte melankolia. Dhe për herë më zhduk se këto rrëfime ishin një lloj agonie, prandaj besoja se ato duhet të dilnin dhe të bëshin si libër. Faleminderit zotri Ukaj, e tani do ta lexoj një fjalë time mbi përshtypjet e librit. Faji i ëndrave. A kam faj ëndrat thjesht po pyes? Nuk kisha menduar më parë nëse ëndrat kanë faj, por përgjigjen e mora në librin ku Pali dhe brezi i tij, të cilët janë bashkuar në këtë pjesë libri, del se ëndrat dënueshin. Prandaj titulli i këtij libri është jo vetëm i veçantë dhe i padëgjuar, por të intrigon për të zhytur në rrëfimet e tij të sinqerta, dramatike dhe shpesh edhe tragjike. Në fillim duke lexuar këtë libër pash një djalë të ri, i cili nuk dëshironte t'u dorëzonte rinin atyre që janë dëshkonin ëndrën, as dashurinë. Duke ikur dorëzimit, Pali nga rënd edhe pa i njohur udhët e jetës, mbase bëri edhe ikje të gabuar vetëm për të mos u dorëzuar, por kam përshtypjen që në ikjen e tij të gabuar, në disa ndalesa pati fatin e mirë që takoi njerëzit të duhur. Ngjarjet që rrëfeje në këtë libër i karakterizon një empati, por edhe një përgjegjësi e madhe për secilin rrëfim. Sepse Pali nuk rrëfen vetëm për veten, por rrëfen edhe për brezin e tij. Është po aq i kujdesshëm edhe për të tjerët, duke ja njohur vuajtjet e sakrificat dhe duke ja shpërfaqur edhe virtytet. Asnjëherë nuk e kam lexuar një libër kaq shpejt, e përfundova për hiç më pak se 2 ditë, pasi që më tërhiqte gjua përshkruese e thjesht
Dhe libri është dramatik, as pak monoton dhe edukues, veçmas për ne brezat e rinj, që na drejtonte me një përgjegjësi më të madhe, duke na shfaqur lakurisht të vërtetën. Siç thot ai, rrëfimi i sinqert na vendos vertikalisht pranë fëmijëve tanë dhe rinamshëm. Mua më mbetet vetëm ta përgëzoj falin dhe me padurim pres librat e tjerë nga ai. Tani ftoj publicistin Bardur Mekov. Libri që keni në duar pa i ëndrës, për me sërpime plot jetë e në lëvizjet palit, dhe prej lëvizjes në lëvizjes si person, por prej lëvizjes marxiste dhe leniniste në lëvizjen për liri, pavarësi e demokraci, si konstrukte mendësie dhe si konstrukte organizative, përshkruan dhe pjesërisht baca më ndjesim, hamendjet dhe cajaket e atyre gjeneratave jetimësh, që si se thot në një rast autori në këtë libër, po kërkonin e Gjermanin rrugë të reja për idealet e vjetra. Pali shtende në kërkim të lirive, andaj i gëzohen edhe sot ndërhyrjeve të tij, kur shlitet për trajtat e lirisë dhe mbrojtjen e tyre. Liria adhuruar është fantasmografike, si dihet. Ajo vjen dhe ikën, se ta ka dhënë dikush edhe ta merr dikush. Ndërsa ajo fituara është vetëm reale. Pali përveç se i shkëndari mirë, që për nga vjen tash, është edhe një luftar lirie, i cili s'ka pritu, me kritiku vetën, me ndryshu vetën, për me ndryshu Kosovën. Falenderes Pali. Dhe një mirë që të nështot që dhe këto, pra Pali nga ka përnduar në rëpimet e tij. Faleminderit zotri Metaj dhe si që do rendi, tash e ftoj autorin Pal Shtypi. Faleminderit shumë që keni ardhur, faleminderit nga zëra. Sot kanë ardhur miq edhe familjar prej Zvicrë. Jemi ata 4 shokët që kemi fillu të dhejtën e përshkruajmë libër, se si ja fillojmë të punë. Ndjena shumë mirë, Kristës Selin, një kështu duhet që vakun, dhe gjithë tjerë që kanë qenë në burë për sot janë në mu, por faktisisht sot nuk kanë gjithë. Kam Remzi Gashën e Aziz Gashën, kam Tefik Ramadanin, Daud Bytyqin, kanë emna që i keni njoft, nuk kanë dalë në skena, kur vujtit i kanë pas si na, do të mëjë që janë bërë shumë të mëjë. Më thonë, një tëtë jetin kalare keni vujt. Falenderoj nga zemra që kanë artu, posërisht, këta që më kanë përndrit pastaj. Ishtë parlamenti rinor, partia parlamentare që e themelu pas një demokratike t'i përra 3 muaj ashtu, sekretare patëm Hanilin atë kohë, jemi një grup pak dinamik që patëm dinamizu jetën politike pas ju mundësu ajo jetën e 1991, dhe në fund po falënderoj edhe po e përcjelloj djalin tim, qëndrimin, cili ka qenë motiv për gjithë shka që kam arritur në jetë, i cili më ka rritë. Nëse na jemi në diçka harruar, mësë më shini për të modë, të gjithi ju kam në zemër, ju falenderoj. Tani pikthejmë pak shkurt librit. Edhe aty e përshkruj, për jo thamë edhe këtu, libri fillon në 84 në dëshënin e thjeshta që kam pas atë kohë, i motivuar nga një tragedi e madhe në kohë që pata të rritu. Dhe të ryj shënimet, përjetimet të ndryshme, duke shënimet edhe politike, librin se ka bërë vetë, ka bërë me shumë këshilltarë, në njerëz që më kanë ndihmu, për fakt disa janë këtu. Dhe asë njëri nuk më ka hek me gjame që kanë shtu, për shtim të librit, që ka sëpatër në brek, edhe ka hek gjëra që kanë qenë hek, për që së ka du të ti që në një rast ka thonë, do shtë për kari për ta. Unë kam materiale edhe për i votim, shumë që si kam për shqit zirë. Dhe ishte më thonë që si memore nuk kam mujt me pas veç për veti, me pas veç punë, por jam konsultu me shumë ish kolegë burgut,
se janë detaje, është përgjithësi me shkru për një person që ka qenë në një moment saktum në burgë, por nuk janë përshkrus shumë i vujtjeve dhe i trazimeve të kohës, ma tepër ju kam vënë pak i kam ballafaqu dy mendësi të kohës, natë lëvizjes, edhe ta quaj që ashtu pa hiç titistet, me profesor, me mjek, me këtë që kim pas, me politikan, ata na i kim quajt klasa titiste, njëtën kohë tradhtar. Mendësia jo në veriste ka qenë përjashtimi tjetrit. Ka qenë aqe keqe kjo mendësi, sa përjashtimi tjetrit e kemi pa dhe si mundësi likvidimi fizik. Kështu ka qenë edukimi në veriste. Verizmi ka lënë gjurmë trana në shoqërinë tonë, deri në partijët e Shalilit. Kemi pas momente kur e të shoqëria jemi enverizu në një farë mënyre, për shkak se kemi filtru gjëra që vinë për cilës dhe ideologji, duhet një filtrim kritik. Atë se kemi bërë, pra dhe kemi pas probleme. Në një mënyrë kemi hyrë hak të madh klasës më të ndritën që ka nxjerrë ky kom, është klasa politike dhe intelektuale viteve të 68 e deri te 89. Ajo shkolla jonë, atëherë filozofët tanë, atëherë patriotët tanë, dhe s'kam pritu me thonë liber se ajo klasë politike ne na ka eduku vetëm sipas modelit të rilindas.